Professor Yamamoto, you have been interested in Albanian culture. Ju keni qenë i interesuar për kulturën shqiptare dhe veçanërisht mbi kanunin për shumë vjet tashmë. Por si lindi ky interesim? This interest of yours in the first place. 21 years ago, when I read a novel written by Ismail Kadare, the title of this novel was Broken April. And when I 21 vjet më parë lexova një roman të Ismail Kadares të titulluar Prilli i thyer. Kur lexova këtë libër, mendova se kanuni, që ishte një prej temave të romanit, karakterizohej shumë prej etikës dhe moralit. Kështu fillova të bëja kërkime mbi aspektet etike dhe morale të kanunit të Lek Dukagjinit 21 vjet më parë. Ky ishte fillimi i punës sime. This is my start. What are the aspects of kanun that your Mbi cilat veçori të kanunit përqendrohet studimi juaj? I focused on the ethical aspect of the canon, and I tried to find U përqendrova te aspektet etike të kanunit dhe kërkova të gjeja këta elemente etik duke i krahasuar me traditat antike japoneze. Tradita kryesore e Japonisë antike ishte koncepti i mikut si perëndi. Kur një i panjohur vizitonte një shtëpi, ai duhet të pranohej si një lloj perëndie, si një lajmëtar i Zotit. Gjatë studimeve të mia gjeta ngjashmëri midis konceptit të mikut te kanuni dhe atij në kulturën antike japoneze. 6 elementë bazë të kanunit janë pesa, nderi, miku, gjaku, buka dhe hakmarrja. from the canon consists of oath, honor, guest, blood, food, and revenge. I investigated the ethical concept of Homeric epics such as Iliad and Odyssey. Bëra gjithashtu kërkime mbi konceptet etike të veprave të Homerit, Iliada dhe Odisea. Këto vepra u shkruan rreth 2700 vjet më parë dhe zbulova që 6 elementet e sipërpërmendur ndodheshin edhe në to. Pra, vura re që elementet etik të veprave homerike ishin të njëjta me ato të kanunit. Më pas analizova tragjeditë greke, si për shembull ato të Eskilit dhe Sofokliut, dhe i gjeta këto 6 koncepte edhe në ato tragjedi. Sophoclean tragedies, and I found Megjithatë, disa elementë në tragjedinë greke po ndryshonin, pasi ato po shkruheshin në Athinë, e cila ishte një polis, pra një formë shteti. Mendoj se tragjeditë e Eskilit dhe Sofokliut pasqyrojnë kohët e ndërmjetme të moralit njerëzor, nga ato të një shoqërie pa praninë e fuqisë së një shteti, në kohët e një shoqërie ku fuqia e shtetit është e pranishme. those of a society with state power.